Të dashur shqiptar, ka ndodhur diçka shumë e rëndë, përsëri humba ndjenjat, sepse po bëja një film për poemën e Homerit, Iliada, dhe atje krijohet një metaforë e bukur, Aigilips, që vjen nga fjala greke lipos, do thot dhjam, që shket. Dhe AX i thon dhis, dhe për shkakun se dhia kur ngjitet në shkëmbinj, thundrat e saj ngjiten. Dhe ky material ngjitës në gjuhën shqipe është gëlep. Pra fjala gëlep dhe gëleps në gjuhën arbëreshe është pikërisht kjo metaforë e Homerit, Aigilips, që ngjitet poshtë këmbëve të dhis, dhjami i syrit. Është metaforë. Por pa gjuhën shqipe, kjo metaforë nuk është kuptuar kur nga interpretuesit e poemave të Homerit. Në gjuhën greke është liparos, në gjuhën shqipe është laparos, i pisët, me njolla yndyre. Dhe në gjuhën shqipe është lapërdhi, dhe ky është diminutivi i greqishtes, të dashur shqiptar. Dhion është diminutiv i emrave asnjanës në greqisht, dhe është në shqip, lapërdhi. Liparos greqisht, laparos shqip. Lapërdhi shqip. Lipos në gjuhën greke merr kuptimin nga ngjit tek dhia që ngjitet në shkëmbi, por vetëm në poemat e Homerit. Tani kjo fjalë evoluon në gjuhën shqipe. Fjalën shqipe që kemi neve, ngjis, është në gjuhën arbëreshëve të Sicilisë ngjips. Pra gjuha shqipe ka shkurtuar fjalën ngjips në ngjis. Një lloj si mëngjes, mjes, shtëpi, shtëpi. Gjuha shqipe ka degeneruar gjuhën arbëreshe. Pra gjuha arbëreshe e lindur në Greqi është gjuha origjinale. Gjuha shqipe ka lindur në Greqi. Është gjuha arvanitase. Ky është origjinali. Ne kemi prishur gjuhën shqipe nga ngjips, ngjipsem, në ngjit dhe ngjis. Pra kemi bërë me shqipen atë që kemi bërë me fjalët e latinishtes. Kabalos kemi shkurtuar në kal, amicus në mik, medicus në mjek, pastaj me fjalët e shqipes, mëngjes, mjes, shtëpi, shtëpi, ngjipsem e kemi bërë ngjitem, ngjips e kemi bërë ngjis. Kjo është ngëlepë. Në gjuhën arvanitasve është pikërisht yndyra që ngjitet tek syri. Kjo fjalë është në latinisht syri që kullon, një lloj si në shqip. Ju betohem për atë Zot, por me kuptimin ngjitem ka hyrë vetëm në gjuhën lituaneze dhe në gjuhën shqipe, në asnjë gjuhë tjetër të botës. Lipt i thonë me ungjit në gjuhën lituaneze, por kjo ka ardhur nga metafora Homerit, edhe në shqip, edhe në gjuhën lituaneze. Tani Kamarda, që dinte greqishten në mënyrë të përsosur, e shpjegonte fjalën ngjips me fjalën qep, nuk ka lidhje fare. Edhe në shqip, edhe në greqisht, fjala ngjit, me ngjit ka marrë kuptimin e dhis që ngjitet në shkëmb. Pra ky kuptim është në greqisht, lituanisht dhe në shqip. Në gjuhën sanskrite është lipa, i thonë pikërisht yndyrës që ngjitet. Ky zbulim nuk do ishte bërë kurrë, sikur unë mos kisha lexuar poemat e Homerit, të cilat fillova t'i lexoj mbas vitit 2004, kur unë jap falas fjalor në gjuhëve indo-europiane dhe Akademia e Shkencave të Shqipërisë nuk e pranon. Njerëzit e mi fillojnë dhe tallen me mua dhe thonë si bën ti fjalorin në gjuhëve indo-europiane kur ti nuk ke lexuar veprën e Iliadës dhe të Odiseas. Dhe pikërisht këto zbulime prandaj janë bërë, sepse njerëzit e mi nuk besonin që gjuha shqipe është motër me greqishten. Nuk donin ta besonin, si shumica e shqiptarëve. Dhe unë pastaj filloj dhe bëj filma për ju, filloj dhe shpjegoj fjalët e shqipes
dhe të ilirishtes, dhe sidomos fjalët e ilirishtes më ndalin shumë të ngjashme me fjalët e poemave të Homerit, të gjithra pra fjalë në Iliad dhe Odisea. Këto janë fjalët e ilirishtes, janë metaforat të Homerit, toponimet ilire. Dhe unë me shaka thash që shqiptarët duhet kanë lexuar me siguri poemat e Homerit, që kanë vënë toponime të Homerit në territorin e tyre. Dhe metaforat e Homerit janë kaq të çuditshme sa që kjo gjuhë është quajtur gjuhë pellazge. Të gjitha fjalët e panjohura në Iliad janë mbi 5000, quhen fjalë pellazgjike, por janë metafora të Homerit, të gjitha. E pabesueshme kjo që ka ndodhur. Shqiptarët i marrin këto metafora dhe i bëjnë pjesë të shqipes. Pra gjuha shqipe nuk është krijuar nga fjalët primordiale të majmunëve, por gjuha shqipe i nxjerr kuptimet e saj nga metaforat e përdorura në veprat e Iliadës dhe Odiseas. Meni frymthell, se mund t'ju bjerë të fikët dhe juve. Është përtej imagjinatës njerëzore kjo që ka ndodhur. Pra, unë nuk e dija kur që ekziston fjala ngjips dhe ngjipsem në origjinal, në gjuhën e arbreshëve të Sicilisë. Prandaj, unë ju kam kërkuar ndihmë arbreshëve të më mbrojnë, por nga shqiptarët. Arbreshët duhet të më mbrojnë mua nga monosilabikët, që janë bërë të rrezikshëm, të dhunshëm. Pres ndihmën e arbreshëve, po të mos ta kisha gjetur unë origjinën e dialekteve arbreshe në Sicili, në Kalabri, gjuha shqipe do kishte humbur përgjithmonë. Unë kam shpëtuar gjuhën shqipe, kuptoni apo jo? Ne do flisnim me fjalë monosilabike. Pra, nuk është fjalë monosilabike, është lipos, që bëhet lips dhe nglips në gjuhën arbreshe dhe glepë për sklepat e syve dhe vjen nga ai glips. Është metafor, dhia që ngjitet në shkëmb. Sepse ashtu duket sikur është e ngjitur dhia. Është e pamundur të ngjitet asnjë kafshë tjetër në shkëmb përveç dhive. Thundrat e dhive janë bërë të tilla që të ngjitet në shkëmb. Dhe vetëm në gjuhën shqipe, fjala ngjis dhe ngjitem kanë të njëjtin burim, si në gjuhën e Homerit. Ai e ka bërë këtë lidhje, jo në greqisht. Pra ky është dialekti epik ose një gjuhë artificiale, por nuk është artificiale, janë metafora të lindura nga asgjëja. Këto janë bërë pjesë të shqipes. Metaforat e Homerit janë brumi i gjuhës shqipe. Pa mendoni mirë, kjo është e lemeritshme kjo që ka ndodhur. Këtë mund ta gjej vetëm një poet, një shkrimtar, si unë, askush tjetër. Ëndra ime ka qenë gjithmonë që të bëhem shkrimtar, dhe u bëra shkrimtar i mirëfillt duke lexuar me themel Iliadën dhe Odisean. Mua Homeri më ka bërë shkrimtar, por ka shpëtuar dhe gjuhën shqipe, dhe gjuhën arvanitase, që është motre e greqishtes. I falenderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filmat të tjerë shkencor. Kërkoj mbrojtjen tuaj, zyrtarisht.